Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Për sot do të flasim rreth temës Imam Huseini, paqja e qoftë mbi të, na bashkon. Të dashur vëllezër dhe motra, kur përmendim emrin e Imam Huseinit, paqja e qoftë mbi të, ne nuk përmendim vetëm një figurë historike, as vetëm tragjedinë që ka ndodhur në Kerbela. Imam Huseini është simboli i besimit, i drejtësisë, i sakrificës dhe i dinjitetit njerëzor. Për këtë arsye, Imam Huseini ka fuqinë të bashkojë zemrat e besimtarëve. Imam Huseini, paqja e qoftë mbi të, na bashkon sepse ai është simboli i vlerave universale që i duan dhe i respektojnë të gjithë njerëzit e drejtë, pavarësisht kombit, gjuhës apo përkatësisë së tyre. Në këtë temë do të përmend 5 pika prej pikave të shumta që na bashkon Imam Huseini, paqja qoftë mbi të. Së pari, Imam Huseini na bashkon në dashurinë për drejtësinë dhe të vërtetën. Imam Huseini u ngrit kundër padrejtësisë dhe tiranisë, duke sakrifikuar gjithçka për të mbrojtur të drejtën dhe të vërtetën. Çdo njeri që e do drejtësinë gjen veten e tij te mesazhi i Imam Huseinit, paqja qoftë mbi të. Në ajetin 8 të surës Maide, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist. O ju që keni besuar, bëhuni të qëndrueshëm për Allahun dhe dëshmitar të drejtësisë. Kerbelaja ishte përballja mes drejtësisë dhe tiranisë. Ky ajet është në përputhje me veprën e Imam Huseinit, paqja qoftë mbi të, sepse ai ishte i qëndrueshëm, i palëkundur për hir të Allahut dhe ishte dëshmitar për drejtësinë, për të cilën ai sakrifikoi jetën e tij, familjen e tij dhe shokët e tij besnik. Imam Huseini nuk pyeti sa njerëz janë me mua, por ai tha: ku është e vërteta? Ku është e drejta? Në një thënie të tij, Imam Huseini a.s. ka thënë: a nuk e shihni se e vërteta nuk zbatohet dhe se e kota, e pavërteta dhe padrejtësia nuk ndalohet? Pra pikërisht këtu qëndron madhështia e Imam Huseinit, paqja qoftë mbi të. Ai na mëson se bashkimi i vërtet nuk ndërtohet mbi interesat, fisin apo politikën, por mbi drejtësinë dhe të vërtetën.
Së dyti, Imam Husejni paqja qoftë mbi të, na bashkon në dashurinë për profetin dhe ehli bejtin paqja qoftë mbi ta. Imam Husejni është nipi i të dërguarit të Allahut, profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Dashuria për Imam Husejnin është pjesë e dashurisë për profetin. Në ajetin 23 të surës Shura, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Thuaj, nuk kërkoj për jush asnjë shpërblim për këtë, pra për mesazhin, përveç dashurisë ndaj të afërmë. Shumë dietarë të tefsirit komentimit kanë përmendur se ky ajet i referohet dashurisë ndaj ehli bejtit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, dhe Imam Husejni paqja qoftë mbi të është pjesë e këtij ehli bejtit të pastër e të bekuar. Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: Husejni është prej meje dhe unë jam prej Husejnit. Allahu e do atë që e do Husejnin. Kur muslimanët e duan Husejnin, ata po ndjekin një rrugë, ata nuk po ndjekin një rrugë përçarjeje, por po i përgjigjen thirrjeve kuranore për dashuri dhe afërsi me familjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali. Imam Husejni është pjesë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, i cili ka thënë: Husejni është prej meje dhe unë jam prej Husejnit. Allahu e do atë që e do Husejnin. Hadithin e transmeton Muhammed ibn Isa at-Tirmidhi, hadithologu i famshëm tek ehli sunnit. Në një hadith, në këtë hadith, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali nuk tha vetëm Husejni është prej meje, sepse kjo është e qartë për të gjithë, për nga lidhja e gjakut, dhe nipi i profetit. Por profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali shtoi dhe tha: unë jam prej Husejnit, duke treguar se mesazhi i tij do të ruhej dhe do të mbrohej përmes qëndrimit dhe sakrificës së Imam Husejnit. Prandaj, kush e do profetin, e do edhe Husejnin. Kush e respekton Imam Husejnin, respekton edhe të dërguarin e Allahut, profetin Muhammed sallallahu alaihi wa ali. Së treti, ose pika e tretë, Imam Husejni na bashkon në mbrojtjen e fesë dhe të vlerave njerëzore. Imam Husejni, paqja qoftë mbi të, nuk luftoi për pushtet, por për të ruajtur fen, dinjitetin dhe moralin. Ai ka thënë, pra Imam Husejni: unë nuk dola për mendimallësi, as për shkatërrim e pa drejtësi, por dola për të reformuar ummetin e gjyshit tim, të urdhëroj në të mirë dhe të ndaloj nga e keqja. Nga kjo thënie, kuptojmë pra se Imam Husejni nuk u ngrit për të krijuar ndarje e përçarje mes muslimanëve. Përkundrazi, ai u ngrit për ta ruajtur fen nga devijimi, padrejtësia dhe shkatërrimi moral. Pra misioni i tij, pra Imam Husejnit, ishte përmirësimi i bashkësisë muslimane. Reformat e vërteta gjithmonë synojnë bashkimin mbi të vërtetën. Imam Husejni alayhis salam, me ngritjen e tij, dëshironte zbatimin e ajetit 103 të surës Ali Imran, që thot:
wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kapuni të gjithë pas litarit të Allahut dhe mos u përçani. Dhe litari Allahut pra është feja e tij, është Kurani i tij, është udhëzimi i Allahut, fuqiplot. Së katërti, ose pika e katërt, Imam Huseini na bashkon se është nipi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Dashuria për Imam Huseinin është sunet i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, sepse vetë profeti i dashur e donte Imam Huseinin. Ai ka thënë, pra profeti sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: "O Allah, unë i dua këta të dy, pra Hasanin dhe Huseinin. Prandaj duaj edhe ti dhe duaj ata që i duan ata të dy." Të gjithë ne e urojmë dhe e dëshirojmë xhennetin. Por a e dini kush janë zotërit e banorëve të xhennetit? Këtë na e sqaron profeti i dashur, profeti Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, i cili ka thënë: Hasani dhe Huseini janë zotërit e rinisë së xhennetit. Përderisa profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi e donte Imam Huseinin dhe lutej për ata që e duan Imam Huseinin, atëherë dashuria për Imam Huseinin nuk mund të jetë kurrë shkak për ndarje, për çarje, por ajo është urë dashurie me zemrave të besimtarëve. Dhe pika e pesë e fundit, Imam Huseini na bashkon se është simboli i sakrificës për Allahun fuqiplot. Në ajetin 23 të surës Ahzab, Allahu i madhruar thot: "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi." Ka prej besimtarëve burra që e mbajtën besën që i dhanë Allahut. Edhe Imam Huseini alayhi salam i tillë ishte, e mbajti besën dhe sakrifikoi për hir të Allahut në mbrojtje të fesë, të vërtetës, të së drejtës dhe të vlerave të larta njerëzore. Pra Imam Huseini dhe shokët e tij janë prej shembujve më të lartë të këtij ajeti. Ata nuk e shitën fen për jetën e kësaj bote. Në Karbela u flijuan pasuria, familja, fëmijët dhe vetjeta, por nuk u flijuan e vërteta besimi dhe dinjiteti. Prandaj emri i Imam Huseinit prek zemrat e njerëzve të çdo kombi dhe medhebi, sepse ai përfaqëson vlerat universale të besimit, të lirisë dhe të vërtetës. Në Karbela, pranë Imam Huseinit, u mblodhën njerëz të moshave, prej ardhjeve dhe shtresave të ndryshme, të bashkuar nga besimi dhe besnikëria ndaj së vërtetës. Edhe sot, miliona njerëz mblidhen në përkujtimin e Imam Huseinit, duke lënë në një anë dallimet dhe duke u bashkuar në dashuri, shërbim dhe vllazëri. Karbelaja ishte një sprov e madhe që ndau të vërtetët nga hipokritët. Edhe sot, Imam Huseini, paqja qoftë mbi të, na pyet: a do të jeni me të vërtetën edhe kur është e vështirë? A do ta mbroni drejtësinë edhe kur jeni pak? A do ta doni profetin dhe familjen e tij me vepra dhe jo vetëm me fjalë? Të dashur vëllezër dhe motra, këto ishin pra 5 pika që tek të cilët pra na bashkon Imam Huseini, paqja qoftë mbi të. Imam Huseini na bashkon pra rreth dashurisë për Allahun, për profetin Muhammed, për familjen dhe në dashurinë për Ahlul Beitin. Na bashkon rreth drejtësisë dhe së vërtetës, na bashkon rreth sakrificës për Allahun, na bashkon rreth ruajtjes së fesë, moralit dhe reformimit të ummetit. Imam Huseini nuk është pronë një medhebi, apo tarikati, apo sekti. Imam Huseini i përket të gjithë muslimanëve,
madje të gjithë njerëzve monoteist, liridashës dhe përkrahës të së drejtës dhe të vërtetës. Imam Huseini na fton të gjithëve që të gjëndrojmë së bashku në mbrojtje të së drejtës dhe të njerëzimit. Dhe në fund le të lutemi e të themi: o Allah, na bashkom në dashurim për profetin tënë dhe për familjen e tij të pastër. Na bëj për atyre që ecin në rrugën e drejtësisë, sinqeritetit dhe sakrificës së Imam Huseinit. Na ringjall nën flamurin e Muhammedit, Aliut, Fatimes, Hasanit dhe Huseinit dhe të imamëve të Ehli Bejtit. O Allah, shpejtoje ardhjen e shpëtimtarit të Imam Mehdiut a.s. Allahu ju ruajt ju, familjet tuaja, kudo që t'jeni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.